baton ti si e përcolle këtë proceset gjitha, ja folin e dhe. Atëherë, po nis nga kjo e fundin, nga pastrimi i shtëpisë. Realisht, ky pastrimi i shtëpisë, doktor Berisha e ka bërë gjast aty turit katarzicit të tij dhe ka hequr ose ka larguar njerëzit cilët realisht e kanë pas një farë frymet demokrate dhe e kanë pas peshën intelektuale. Tjetër që pastaj një pjesë e militantëve me ashpërsi i ka përbusur. Kjo është një punë e kryer tashmë. Por, të pastrimi i shtëpisë, unë nuk besoj që doktori do të lej asnjë njeri i cili nuk është lojal 100%, edhe me kushtin që Partia Demokratike do të humbë ose nuk do të ketë suksesin e votave që dëshiron. Lema që përmbys pushtetin. Ajo që ka bërë doktori është një procedurë elektorale, një sondazh për të pasë ku qëndrojnë njerëzit, dhe ky evidentim realisht jap atij, po themi ex officio, ose si njeri i veçantë i Partisë Demokratike të përzgjedh ekipin e vet. Dhe ai do ta bëj këtë. Sigurisht. Do ta bëj pa marrë parasysh se çfarë votash. Ai do ta respektoj një pjesë të atyre që kanë vota për të treguar një proces demokratik dhe ata të cilët janë në krye dhe janë lojal ndaj doktorit, ai do t'i përzgjedh ose do t'i fut në listë për të treguar se ky proces ka demokratik. Por të tjerët që do i përzgjedh edhe nga fundi edhe nga mesi i këtyre listave, unë besoj do i përzgjedh për ta forcuar listën e vet dhe mos ketë probleme gjatë procesit. Edhe në momentin kur zgjedhjet kryen. Primaret të Partia Demokratike, edhe pse duket një proces demokratik, janë ekskluzivisht një proces i matjes se elektoratit Partisë Demokratike për njerëzit që i duan dhe për njerëzit që mund të jenë adhurues të votuesve, por asesi që do të vendosen në listë sipas këtij adhurimi. Unë mendoj që Berisha e ka adhuruar një herë Partinë Demokratike në vitin 2013, Lulzim Bashës, betejën që ka bërë, nuk ati intereson fitoria, por nuk e ka domosdoshmëri fitoren, sa e ka domosdoshmërisht mbajtjen e partisë, edhe pastaj betejën mbas saj, që duket që partia e tij. Jo, me ligjin, unë nuk besoj që do të ketë problem me ligjin. Unë besoj që ligji ja ka mundsuar, ose ballavaçimi me ligjin ja ka mundsuar që të viktimizohet, të vjen në këtë pozicion dhe të vras një të ardhme të Partisë Demokratike që e ka bërë në dorën zemër me një betejë brutale, me një gjuhë jashtëzakonisht të fortë dhe fyese, por në fundit betejën e fitoi për faktin që Lul Basha nuk bëni betejë. Dhe Lul Basha thua, po doktori zgjodhi Lul Bashën që ti ishte vetë dhe të kishte atë gjendje të partisë. Sepse nuk është ashtu, nuk pajtohem për arsye se Lul Basha ka arritur suksesin më të madh të Partisë Demokratike me vota. Tjetër është që ai nuk i fitoi zgjedhjet vitin 2021 dhe mund të analizojmë me qartë, po jo sot. Po jo sot, por unë mendoj që doktori tash e ka partinë private të tij, në kuptimin privat. Ka thua dhe. Po, dhe ai adhurimin për veten e ka gjithsesi si pjesë të diskursit publik, nuk e ka vetëm se e adhuron për faktin se ka një betejë të fituar, por edhe për faktin se ai tashmë është i pakontestueshëm në Partinë Demokratike. Spaku, i humbi apo jo zgjedhjet, ai do të jetë i pakontestueshëm. Preçi dhe Tela, çfarë na tregon për opozitën në ky proces që ne pam? Kandidati mi votuar në Tiranë ka rreth 900 vota. A është ky një sinjal i keq për opozitën në zgjedhje? Sepse partia del, pjesa dërmuese del, se këto primaret janë shumë të rëndësishme për të zgjedhur. Është një garë brendshme, duket skandal ylli
Prandaj se e kanë ditë që i zgjedh Berisha, s'kan besuar. Po kjo Prandaj s'kan dalë. është një problem, pastaj. A është kjo një sinjal i keq propozite në zgjedhje? Këto mund të duken si shumë vota brenda PD-s, por në popull ka shifra, këto e shifra të papërfillshme. Jo, është një sinjal që të regon se partia është zvogluar, s'paku duke marrë parasysh ata që kanë marrë pjesë në primare, nuk është parti, nuk ka dhe numër që ka firuar, si me thënë, gjatë kësaj kohë. Një arsye tjetër lidhet dhe me kohën e shkurtër, sepse këto, të themi të vërtetën, këto janë primaret, sikurse dhe fraksioni, janë premtuar nga Sali Berisha, kur nisi këtë nismen lëvizjen e tij për të marrë kryesimin e Partisë Demokratike. Pra, ai në një farë mënyrë ngeli edhe si një peng i dy premtimeve të mëdha, kur nuk e kishte partinë dhe nuk mund të qedonte tani që e ka marrë partinë. Përsa përket fraksioni që e premtoi dhe ai, fraksioni u sfumua, sepse vetë grupi i Bashës u venit, edhe shumica e mbështetësve të Bashës kaluan nga grupi i Sali Berishës, duke mos e shfrytzuar në fakt klauzolën e fraksionit, sepse do të parapëlqyen që më mirë të konformohemi leadershipit të Berishës se sa të krijojmë një fraksion. Edhe kjo ka ndikuar që partia të ngele pa bashkuar, që për të ardhur kjo konstatimi që bëhet ju për pjesëmarrjen, kurse primaret u ban, sepse do mbaj, ajo fjalë nuk mund mos mbaj, natyrisht ka disa probleme. Të keni mbulim të Tiranës me 15 votuarit e tjetë që duhet jenë aty, besoj. Bravo. Vazhdojnë? Po, vazhdo, preçti, nuk e ndërprer, po unë po përpiqem të komunikoj me njerëzit me cilët punoj. Primaret tani ka një kemi një shumë rifugje, se kemi një primare shumë rifugje, se kemi një të tëra partitë në Evropë kërkojnë rrugë, instrumenta për të matë popularitetin e kandidatëve të mundshëm. Por vere që në Evropë shumica vendeve i ka nikë primareve, sepse nuk kanë dalë primare si një mjetë efikas, ata zhvillohen kryesisht mrena militantëve. Sfida e partisë është që të fitojë zgjedhjet për te militantëve, që do thotë marrësh 900 vota, do të marrësh 11.000 vota për të bërë deputet, po thënë Tiranë. Pra, primaret, paradoksi është se ndërsa vende që i kanë provu ndër dekada, po gjenë metoda tjera, po gjenë për të matë popularitetet e kandidatëve, Shqipëria mas 34 vjeç i eksperimenton. Në fakt, kjo që ka bërë Berisha është hera parë që bëhet. Pra, primare që vlerësohen me plus, jo me minus, si që i bëri Partia Demokratike para 4 vjeç.